Skandali i KMY me fileton e pulës AKU thellon hetimet ndaj kompanisë pas bllokimit të produkteve. Vijojnë hetimet për kompaninë e përpunimit të mishit KMY pas një kontrolli të kryer nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ku konstatuan shkelje të standardeve higjieno-sanitare. Sipas njoftimit zyrtar gjatë inspektimit, u identifikua një ambient me kushte të papërshtatshme higjienike dhe procese të shkrirjes së produkteve ushqimore të kryera në kundërshtim me rregulla teknike. Si pasojë është bllokuar ambienti ndihmës si dhe rreth 738 kg me fileto dhe gjoks pule. Nga produktet e bllokuara janë marrë mostra për analiza mikrobiologjike, ndërsa sasia do të vijojë të qëndrojë e mbyllur deri në daljen e rezultateve. Pas kontrolleve, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka vendosur ndaj KMY edhe gjop.